ndahemi, ne po ndahemi, njëri tjetrit po juroj me fat. E di mirë të lumë të rëmësojemi, se një shpirt në dysh po e ndajmë. Ne po ndahemi, ne po ndahemi, pa dëshirën tonë po për njerëz. Do të me merë mali ditë e natë, po më kur s'do t'jemi bashkë. Unë dajtë në loqë ka cot me zveti, super u bo, ha? Këshire, ma mirë vonë se kur. Kur nuk shkon lidhja, jeni divorc, a është shtu? Lapo, qa bone? A e mirë? Kejtë ratë? Mirë? Rap. Mirë, fillimisht ju kërkojmë falje, ju kemi kërku falje edhe në fanpage-in tonë, cilin Ariani natyrisht e shfaq, në ekran, sepse mbram nuk kemi mujt me u transmitu për shkak të Eurovisionit, në të cilin Linda Alimi mor pjesë, një farë me rëndësi pjesë marja, po definitivisht ajo e ka një zot bukur, këndon jashtëzakonisht mirë, po ka nga kesi me marrë veresi. Nuk, diçka nuk shkoj, a shekis dhja e dakord. Urna? E doni po, u dasht, e do në Ramadani me bo, edhe po shpresoj që i komi ardhë radha edhe Kosovës me qenë pjesë Eurovisionit, edhe mundemi me u dëshmu, edhe pse përmes Shqipnis me bojmë atë punë pas një problem. Sot është të mërkure, 10 maj, dita në të cilën u votu edhe mocioni opozitës për rëzimin e qeverisë. Moti s'ka pas zgjedhje, tash fillon ka dalë Big Brother live, ku filloj me u akuzu me njëni tjetrin, në fushata e tjera, kështu që kena me pas humor pa kufi. Sonte kishte edhe Champions League, heci Realli, ja? Pra e kemi një finale t'jashtëzakonshme në mes të Real Madridit dhe Juventusit. Kjo është finale e ëndrave që shumë prej nesh kishim pas qef me pa. Shpesh më keni dëgju të thonë se kam dëshirë që si cila familje në Kosovë ta ketë nga një bankomat në shtëpi. Kjo fjali merë kuptimin e vetë vetëm atëherë kur ta shojmë klipin e një vajze shumë që bën një veprim shumë interesant. Arian? E pa parë, mi numru tonë ato pare ka që shpejt ku pediune, a? Garant bankat kishin insistu me marë në punë në mënyrë që mës me bljat pajisjen që blokohet shpesh kur një letër është përmenej, kur një pare është shtremt. Mirë, po shkoj me pak marketing dhe këthejme me misafiren. Sonte kemi një misafire speciale, një misafire cila dje praktikisht theu internetin në Kosovë. E kemi pa në gjdo rjetë social, u folë për to, do jenë gjujt, do kanë qëndru neutrale, tjera, kemi folë me to, kemi mu knaq, është gazetare tepër e njohur në ndër më të njohurat në Kosovë, po ashtu politikane me një ditë eksperiencë në politikë. Kam knaci që të aftojnë skenë Arbana Gjarën. Brava, mirë se erdhe, knaci. Mirëma, mirë se erdhe, shumë bukur po dokësh. Kallëzom 24 orë shqipare si politikane, si antare një partije politike. Qështë po duket? Interesant. Kaloj shumë shpejt, me shumë zhvillime, me shumë komente, disat prituna, disat pa prituna.
Disa dëshpëruese mirë po edhe shumë mbështetës. Ka, do me thonë, paket aranjman, kështu në total. Gati sa nuk ranë serverat e internetit. Po, bash. Ti din që në Amerikë veç Kim Kardashian e ka thy internetin. Kështu nuk është paralele, mos keq kuptoj. Pritëm që kanë më ra edhe këtu, po janë tu vazhdu. Nej, se sot me zhvillime tjera, vetëm fillun me u tërhek pak, po si do qoftë është një moment kur edhe shem miqët e tu real, edhe ata cilët kanë përcjell me sinqeritet dhe të kanë mbështet me sinqeritet gjatë këtyre viteve. A ke provu? Po mendoj jo sot, po pas një dite me hi me kërku me hashtag Arbana Gjara? Jo, me hashtag sepse kom pas shumë taga që mu kam ba. Dje nuk kam lexu. Sot disa prej tyre, disa mi kanë dërgu të miqve, prej cilve nuk e kam prit, cilët kam qenë edhe musafir në shtëpinë e tyre, cilët më kanë njoftë shumë mirë dhe kom pa një qasje pos arrogante dhe një vënerë që ka qenë befasuese për mu. Mirë, me pas këthy këtë farë muhabetin biznis, më konë tagu edhe hashtagu farë centi, besoj që këto ditë gati milioner ishe bo? Me pas dashë marrë në biznis isha marrë ma herët, si shumë kolegët me, kështu që se kom pasat mision. Mirë. Sot urdu qeveria me mocionin e opozitës. Tash po të pysim si politikane. Qysh peshe këtë farë muhabeti? Ka qenë një blokade madhe këta mujtë të fundit. Kemi pas vazhdimisht kërkesa, sidomos të aleatëve tanë, kryesor Amerikan, prej kohës Bidenit kur erdhi, dhe vazhdimisht që të kalot demarkacioni. Unë vetë personalisht vjetë isha në State Department, në deskun për Kosovën, edhe bisedum se qëfar realisht do të humbim apo jo territor. Dhe u prezentu në hartat dhe unë e kërkova pse të mos ishin këto më herët publike dhe të mos lihej hapësir për të shfrytzu si kartë nga kush do që kishte qëllimet e veta. Normalisht që ju besoj fuqishëm dhe ka qenë një blokad për një kartë që realisht nuk është problem. Qëllimi normalisht për marrë në pushtet, edhe definitivisht ka ardhë koha që të zhblokkohet si proces. Kallëzëm, pse bashkë në PDK? Qysh jarë puna në PDK? A ka një kusht? Të tregoj njëherë pse vendosa. 17 vite, kom njësë shumë herët në gazetari, 10 vitet e para me korupcion, me pas me radikalizmin, nuk ka qenë as pak e letë. Kanë qenë gjithë këto vite pa ndërprerje. Ndërprerjet një javë apo 2 javë pushimet verës, 10-12 orë në ditë, më vje keq më shumë ti për fëmijët, sepse shumë sendëm kanë ikë, kur kanë hecë për të parë njëherë, kur kanë folë, ndoshta për të parë njëherë. Kam arrit me ngrit zonin e njerëzve, me ngrit vedijen, sepse mbaj mend kur kom pas shkrime për korupcion, shumë e pak ka pas reagime në fillim dhe vazhdimisht ka nisë me ngrit zonat pas shkrimeve dhe fakteve, që jo vetëm unë, por normalisht edhe kolegët e mi. Jam dëshpru së fundmi me deri ku janë gjendje me mri kërcnimet. Para se të ndodhte ky fundit, pos dhjetra kërcnimeve në Facebook, erdhe dhe një fotografi ku paraqitej një person me kokë të hequn dhe e shkruar shumë mirë në gjuhën shqipe dhe thotë se ne do të gjejmë dhe dim se sa shumë i do fëmijët e tu. Dhe ne jemi njerëz dhe kemi dro dhe normalisht që e kam dërgu me njëherë në polici. Kaluan disa javë dhe ndodhi ajo që fa ndodhi në derë shtëpis. Ka pas aktivizim të policisë. Mirë po prap e sheh që për një sekond mundet me të ndryshu komplet jeta. Në është familja në pyetje, në fëmijët në pyetje. Mirë po jam befasu për të mirë me reagimin e policisë, jo shumë për të mirë me reagimin, jo shumë mirë me... A ka një pistë bile? Thuhet se ka disa pista, unë nuk mund, kam dyshimet e mija, mirë po pa pas fakte nuk mund drejtë. A lidhët me një kërcnim direkt që të ka? Kom pas disa kritika dhe disa reagime të ndryshme, nga taporët të ndryshme. Mirë, s'po zbulojmë natyrisht ma shumë se kjo është një çështje tepër. Jo vetëm Kosovë, po edhe në Maqedoni. Kështu që pa pas fakte nuk du me drejtu gishtin nga askush. Arbana, ke thonë që në PDK je një pas një kusht. Po. Pas një kusht, a? Me një kusht vetëm hapësir, që me që për para kauzat e mija si gazetare.
kontributi është shumë i madh në gazetari. Thash rritjave dijes i zonit, ti përçën kërkesat e qytetarëve, mirë po të them për shembull te temat e radikalizmit, 8 muaj hulumtime në teren. Jo vetëm Kosovë, Maqedoni deri në Londër. Nuk është e lehtë me shku në shtëpi të imamëve kontroverz, sepse duhesh me di qysh më afru edhe qysh me fol me ta. Më pas linqimet, kërcënimet që vijnë tutje, del shkrimi ka reagime edhe të medjave jashtë. Mirë po, kur t'je në vendimarrje mundesh me qu procese më tutje. Edhe takimet me ndërkombëtar janë të nivelit më të lartë, edhe vendosa me provu që me punu për një Kosovë, ku unë mendoj me i rritë fëmijët e mi, edhe a ditë në konferencë kom tregu që pas kërcënimeve të fundit, Freedom House më ka dërgu email dhe thot nëse ndihesh e rrezikuar do të evakuojmë nga Kosova. Nuk kam planu. Du me qëndru në Kosovë, du me i rritë fëmijët në Kosovë. Mirë, po mendoj vendim trimëror, s'ka asnjë dilemë. Po kthehemi te prapë të kyçja jote në politikë. A ju ke shkuat kanë ardhë? Kush e ka bo atë hapin e parë? Kush e ka marru zemrën i pari? Kom pas disa takime me Kadri Veselin, edhe me të disa tjerë të cilët janë një gjenerat të re dhe ka kohë që i një. Kemi disa vizionet përbashkëta. Kom kërku, si që thash hapësiren... A mundesh me thonë njerë Termkolli? E thatë për sot? Jo. Termkolli. Mi ti për thu mirë, a i sumë pja që lanë kërqysh. Unë kërkova hapësiren për këto kauza, si që thash. Kam qenë mishrume me punën që kam bërë në gazet dhe më shpremtu hapësirë. Pse jo në parti tjera, kam shumë arsye. LDK-ja, për shembull, kemi rastin e Vjosës, një politikane e mirë, cila ka bërë përpjekje të kandidoj, nuk është leju. Nuk kom pa që LDK-ja është e gatshme të hapët për tri. Vetëvendosja ka potencial, mirë po është një linjë kryesore në kryt, cilës unë jam komplet kundër me qëndrimet e tyre. Të tjera parti janë shumë të vogla, kështu që nuk e di se sa kanë kapacitet të qojnë përpara agenda për të mirë. Kallëzom zërin që shele. Në qëfar situatë është zëri momentalisht? Zëri është në situatë mirë. A pat me ka zëvenci Lavdim Hamidi, kemi punu për më shumë se 10 vite bashkë. A i tash do të drejtoj. Ka gazetarë shumë të mirë, cilët kemi punu shumë gjatë, 8 vite. Shu që është një ekip fantastik. Unë pa përkushtimin e tyre nuk isha mujt me mri, me dritu një gazet e cila vazhdon me mbet me kredibilitet në treg. Po ta lexoj një pyetje të një shikuesi që është shumë interesant. Petrit Hoxha prej Gjakovës po pyet, po thot bof pyetar bana na shkon tash për vikend në Gjakova në Drenicë. Ka me pru Drenicën në Gjakovë. Mirë shumë. Pas kemi o boj interesant. Rock and roll. Do të provojmë, kom pas edhe unë në shumë pyetje dhe reagime. Mirë po të them drejtën edhe në Gjakovë kanë provu gjitha partit politike prej pas luftës dhe Gjakova ka mbet në gjende të mjerueshme. Në Gjakovë nuk ka konkurs për punë. Në Gjakovë mentaliteti familjeve tona është që kursejmë për me shkollu fëmijët e tyre, jo për me u marrë me biznes. Kështu që nuk ka pas interesim qysh pas luftës, ka qenë LDK-ja, AK-ja, Mimoza dhe Gjakova vazhdojnë me mbet në gjendje të mjerueshme. Di qysh kjo për më përngjan tash, sikur me qenti një kandidate potenciale, ose potencialisht e nominuar prej PDK-s për më dheq komunën e Gjakovës. A kishe dashtë? Nuk e ka mendu. Nuk është diskutu për një mundësi tillë. A konsiderohet ky dërgimi i ftyrave të njohura të partive politike në për komuna si një farë djegje tyne? Sa po ta merr mendje? Pse djegje? Po djegje, dyqysh kthim në qytet, nuk merresh me politika madhore.
Varet prej ambicjeve personale. Unë mendoj që punën cilin e kam bërë kryesisht edhe me faktorët ndërkombëtar, duhet me qenë në qendër. Mendoj që duhet dikush të merret me rrafshin gjeopolitik, t'ju them një rast para disa muajsh, kur provoi Serbia të bëj provokimin me tren në Kosovë, dhe mediat në Serbi vazhdimisht bënin propagandë se policia Kosovës është duke maltretuar serbët dhe nuk ofronin asnjë fakt. Dhe unë shkrova një letër për zyrën e BE-s në Beograd dhe përkthyem në gjuhën serbe dhe kërkova nga një mike imja, e cila është nga shoqëria civile dhe nuk e di nëse mbanin mend, ka qenë një lajm kur ajo ishte në një debat bashkë me Vučićin dhe gritet nga tavolina dhe bojkoton debatin. Ajo më ka shpërnda letrën dhe pa reagime shumë të mëdha. Dačići doli me një deklarat kundër meje. Mediat atje për 3-4 ditë treshtën ballin me propaganda atyre, mirë po e pash që duhet dikush edhe prej Kosovës të merret me ta. Jo vetëm ata me neve. Ata janë shumë ma ofanziv. Edhe në Twitter kam qenë vetme unë me 20-30 militant të partisë së Vučićit, me fyrje, mirë po kërkoja fakte, kërkoja në aspektin profesional. Kështu që në rrafshin gjeopolitik është ndodhur shumë, Rusia është duke ushtri me të madhe ndikimin në rajon, jemi të rrëthum prej ndikimit rus, po furnizohet Serbia me armatim, Gjukanovići ka ndërprej këtë zinxhir, edhe u provu të bëj një puç kundër tij. Në Maqedoni po ashtu kemi influencë, kështu që pos politikës dhe protokoleve të ditës, ne duhet të mendojmë edhe për rrafshin gjeopolitik. Normal, ty ashtu qarë po shit që t'y intereson edhe politika jashtme, pse jo? Ose një pozit interesante të nëzom ambasadore në Amerikë, që është tërë mirë. Nuk mendoj për asnjë, momentalisht për asnjë pozit. Mirë, i ki 60.000 ndjekës në Facebook. Po mdo që gazetarja me mas shumë të ndjekës. Prej meshkujve ka Berati shumë, Buzhalja, Adriatiku, ka dhe të tjerë. Ka dhe të tjerë, po ju jeni një farë treshe interesant. Cili keni ma shumë prej këtyne treve? Berati më ka kalu, Adriatiku. Berati ka numru kohët e fundit, kështu të ishim shumë afër. Mirë, po Berati është shumë aktiv, Adriatiku si fytyrë e televizionit. Berati është pak ma i gjithanshëm, se është edhe ka dhe sarkazmën, humorin pak. është shumë aktiv. Ti deri tash i kemë shuko gjatë drejta, kështu që... është shumë aktiv, Adriatiku më duket ka më tepër. Po jënë shtu këtë ditë, followersa. A jënë shtu, a jënë ra? Jënë shtu. Mirë shumë, bukur, interesant kjo muhabet. E kemi pa që ke fillu këgja herët me u pregadit për PDK, e kemi një Arbana të ushtru box një foto, këto e bënd të intenzivisht, apo prej momenti që ke vendos me u kyqë? Kom njës, në fakt kom pas disa probleme shëndetësore, edhe mu rekomandu që të njësi, është Geta e cila tash edhe mori kupën. Okej, në Spanjë. është një mike imja, dhe kështu që kom vazhdu, para një muaj kom dërprej. E gruja më ushtron aty është një farë me kango, më do këtë shumë fani ajo. Kango edhe ushtrime tjera, kom bo kango. A qysh nuk shmontoheni në kango, është interesant. është e pa besushme. Po të qysh bashkë, si kengurës. Në fillim duket e letë, por nuk është edhe aq e letë. Këto e në ushtrime cilat më pas Geta ne ka propozu. Mirë, të edhin që ne, që nuk jemi aktivisht kyqun politik, mrena ditës folet për shumë ide konspirative, ideje kanë që atarë, sot u folë për shamull që Amerikanti kanë dërgu Arbana Gjarën në PDK për me regullu PDK për mrena. Ka diçka të vërtet? Nuk ka të vërtet asgjë. Unë kom pasë në mbështetje të madhe të ambasadës amerikane. Kam qenë nominuar e tyre për çmim cilin e kom marrë në vitin 2015. Të them, ka qenë dera vetme ku unë kam mund të shkoj kurdo që kom pasur ndë një kërcënim apo problem. Vazhdimisht kom pas për krahjen e tyre, unë i kom njoftu paraprakisht se do t'i bashkangjitëm PDK-s dhe kom radhit arsyet e mia dhe me njëherë brenda ditës kom marrë edhe përgjegjen e ambasadori Delavi, i cili më falenderojnë për kontributin tim në gazetari dhe me uron sukses edhe në rrugtimin tim të ri. Mirë, bukur shumë. Do me thonë, kjo do thotë që kontakti ty në i parë mrena PDK-s mund është me qenë ti në talëmën.
Unë kam vazhdu me qenë zani qytetarëve dhe di që në interes edhe të bashkisë ndërkombëtare është një Kosovë, një fillim i ri, kështu që nuk kam e zhgënjy për shkak të nuk mund t'i hedh në ujë 17 vite, jo të leta, edhe një ndërim që nuk kam mujtë me imagjinu që mund të ma baj. Po i përmen 17 vite shumë, definitivisht jenë konë vitet koklavituna me shumë guxim, po folna pak për të ardhmen, po kem qef me ditë kush ko me qenë, sa numër ki me pas të nëzom në, a ki numër, a i kandidate? Jo, nuk kam kërkut jem në listë. A do thot kjo që s'ki me qenë lista, po... Në këto zgjedhje jo. S'ki me qenë në listë? Nuk kam me qenë listë. Nuk kam me dalë, kam me qenë pjesë e fushatës, mirë, por nuk do të kërkoj vota për Arbanën, mirë, por për partin. Për partin, mirë, pra për fillimin e ri. Po. A tu kanë këthy plot armiq në PDK në miq tash? Kam marrë mbështetje nga individ cilët nuk i kam njoft. Kam disa, kam fotografu nga diaspora, ku thonë se ne do të kthehemi dhe do të votojmë. Kemi komente nga diaspora, Shaibi po na shkruan, ka edhe shumë tjera, cilat nëse kemi kohë do t'i lexojmë në ndërkohë. Diaspora që në ka aktivizu këgja shumë sonte. Kalëzëm kështu, qa menon për figurën e Fadil Hoxhës? Fadil Hoxha, ne jemi rritë në Gjakov, është folë për Fadil Hoxhën edhe është folë për figurat e Gjakovës që në atë ko kanë kontribu në shumë sfera, sidomos në arsim, për kundër gjithë fushatave të së fundmi. Nuk kemi pajtu me Beratin, edhe pse jemi miq. Unë jam rrit në një frymë ku unë vlerësoj kontributin e tij në atë kohë. Qa mendon për kontributin e Shaban Polluzhës, për shembull? Edhe për kontributin e Shaban, pse duhet me bë një garë se cili është... Po besoj që ekziston një ndasi në... Nuk po du me bë ndasi regionale. Nuk është vetëm rajon. Gjakov, sepse gjithmonë është bë përpjekje të bëhet kjo ndasi, qoftë edhe në luftën e fundit. Unë jam nga Gilani dhe bja që kam një simpati për Shaban Polluzhën, për shembull, për Mulla Idris Gjilanin, për Idris Seferin, për një... Po mënoj edhe pse Idris është ma herët, janë historikisht pozitat ndryshme, po bja që Fadil Hoxha dyqysh mu ka duk gjithmonë ma komunist. Kështu e më rritë, po flasë për veti, edhe pse nuk do duhet isha në atë pozicion. Për mua nuk ka të bëj me rajon. Unë të thashë, ndoshta ndikohemi edhe nga fryma se ku rritemi dhe ajo çfarë ndëgjojmë. Kështu që kjo është përshtypja ime për... Je për bustin në Gjakov apo jo? Sepse tash po lidhemi me Gjakovën live edhe po më intereson. Jam për bustin në Gjakov. Je për bustin në Gjakov. Mirë, Korab! Përshëndetje! Pa këj je, Maradja. Ja. Përshëndetje për ty, për mysafirët, për publikun. Sonte gjendemi në një vend shumë interesant. Kemi ardhur me kuptu Fatmir se çfarë kohë do të mbretërojë në qershor. Në fakt jemi në Institutin Meteorologjik të Kosovës dhe do ta shohim se si funksionon matja e temperaturave, matja e ajrit, e shumë gjëra të cilat i bën ky institut dhe këtu e kam Beqir Gashin, i cili është zyrtar i meteorologjisë në kuadër të Institutit Meteorologjik të Kosovës. Përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Faleminderit për kohën që keni gjetë dhe jeni prezant në këtë orë të vona. Unë quhem Beqir Gashi. Këtu gjendemi domethënë në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës. I kemi të vendosura domethënë gjitha pajisjet meteorologjike, të cilat na shërbejnë kryesisht për bërëmatje meteorologjike. Apo një pyetje më ta bëj shpejt. Po, patjetër. Është normale që kjo avull që më na del në pikë të verës? Po, shumë e vërtet, se kemi pak uljet e temperatura minimale, duke pas parasysh që kemi edhe ngritje temperatura maksimale. Ne vijem, domethënë motin do të kemi pak ndryshime, pavarësisht edhe pse jemi domethënë në pranverë, në muajin maj, po kemi domethënë rrymime të ndryshme të ajrit që po ndikojnë domethënë në destabilizimin e gjendjes së motit. Këtu mbrapa te, çfarë ka, hajde të tregom çysh mathet moti, na elaboro domethënë konkretisht. Këtu afër kemi të vendosur domethënë një shtëpis, ku për brenda kemi të vendosur dy pajisje meteorologjike,
termografin që shërben për matjen e temperaturës në mënyrë grafikore, e që për momentin temperatura momentale mbizotron do më thot 7.5-8 gradë Celsius, ndërsa lagështia relative e ajrit që ndron afërsisht 92%. A është normale apo domethënë në kuadër të vlera normale? Po, në kuadër vlera normale. Te ajo pjesa tjetër ku bëhet domethënë matja e ajrit, mos gabosh atje, ha? Te ajo pjesa tjetër. I kemi edhe këtë shtëpizën këtu, ku i kemi edhe vendosur edhe psikometrat dhe termometrat që shërbejnë për matjen e temperaturës minimale, matjen e temperaturës maksimale dhe matjen e temperaturës momentale që mbizotron tani. Këta dy termometra i quajmë edhe si termometra ordiner, për arsye se me përcaktimin ose për pjesimin e këtyre dy termometrave ne përcaktojmë edhe pikën e vesës, po ashtu edhe lagështinë relative të ajrit. Hajde tash po shkojmë te ajo pjesa tjetër se po më intereson. A boni pyetje kështu me ta bë një parashikje të motit për janë një muj, din se tash kemi pas zgjedhje garant, çka më kon 19-18 qershori aty diku. Do të mbizotroj kryesisht mot i kthjellet, temperatura do të jenë domethënë maksimale. Ka më kon goxha nxehtë duket. Bëja nxehtë, kështu që hajde po shkojmë ta shohim atje ajo pjesa ku do të shkojmë tani. Çfarë roli domethënë, çfarë funksioni ka? Tu e kemi të vendosur stacionin e ajrit, ku i kemi të gërshëtuar së të ndërlidhur disa parametra meteorologjik që do më transferohen në mënyrë automatike. Ko ka pak zhurmë këtu, por hajde shpejt na tregos çfarë konkretisht kamera le të futet brenda. Po, kalim të ky kolegu, po. Emrin mbi emrin si patër? Quhem Mentor Shala, jam zyrtar për analizat e ajrit. Monitorimi i cilësisë së ajrit bëhet përmes sistemit automatik të matjes së cilësisë së ajrit. Ndërsa parametrat domethënë në mënyrë kontinuale të vazhdueshme, ndërsa parametrat të cilët përcaktohen, të cilat maten janë monoksidi i karbonit, dioksidi i sulfurit, NOx-i, ozoni, ndërsa sa i përket pluhurit janë grimcat PM2.5 dhe PM10. Kur themi grimcat PM2.5, nën kuptojmë grimcat të cilat kanë diametër deri në 2.5 mikrometër, ndërsa PM10 janë grimcat me diametër deri në 10 mikrometër. Pas mbledhjes së dhëvona, atëherë bëhet përpunimi, validimi i tyre dhe analizohen për të dhënë një analizë rreth cilësisë së ajrit. Analiza bëhet duke u krahasuar të dhënat e fituara me standarde sipas ligjeve në fuqi dhe rregulloreve, si dhe sipas direktivës 2008-50. Tash do të shohim brenda me çfarë aparature bëhet. Vishtu mos është shumë pak po më zhurmë, mos prandaj pak pomje. Tu i kemi analizerët për gaze, është analizeri për monoksidin e karbonit, analizeri për dioksidin e sulfurit dhe analizeri për ozonin. A kemi vlera normale, a? Po, tash janë vlera, nuk te i kalojnë vlera standarde te para me leç. Ndërsa kjo është për pluhur, për grimcat PM10, domethënë me diametër deri në 10 mikrometër dhe PM2.5 me diametër deri 2.5 mikrometër. Përmes këtyre bartën dhënat nga analizerët në dataloger, nga datalogeri në kompjuter, pastaj mbledhen arrit mesatar dhe nxirren, përpunohen, validohen dhe analizohen. Po shkem jashtë se pak zhurmë është këtu brenda. Vetëm kushtimi do t'i merr disa pamje këtu. Kryesorja do më thonë Fatmir, koha ka më qenë mirë, siç po thonë këtu në Institutin Meteorologjik në qershor, kur do të jenë edhe zgjedhjet. Po më dëgjon Fatmir? Po shumë mirë. Më fal. Zotriu zyrtari i Institutit Meteorologjik, e pa emrin Mentor Shala? Ky po Mentor Shala, veç nuk është drejtori ynë. Thash, mos është mentori të majt një ndrim edhe në institut. Mbramje, pse jo? Edhe Fatmir. Urna. Fatmir, po më dëgjon? Po. Edhe në Institut Meteorologjik kish pas aderime sot. Aderime? Kush pas ka aderue? Po. Stregojmë, i shihemi në zgjedhje. Mirë, shihemi në zgjedhje. Arbana na tregon çfarë date janë. Shihemi natën e mirë. Ju përshëndesim. Fala Mentor Shalës. Natën e mirë.
Kallzona, pse ki këtë fërk të madhe me Barcelonën, çfarë të lashe ki me Barcelonën? Veç, mju prish nervat, pak shpesa ata më lëdhen me topat Barcelonës, me Vjem lojt me Barcelonën, ti je me Juventusin, apo? Ta kemi pa një... Unë jam me krejt ata që janë kundër Barcelonës, që kur lujti Juventusi ku mblen dresën rrugës për me shku mju bo pak... Rrugës, do me thonë pas ke blekësit 5 eurove në shesh, apo? Qasi, 5 eurove, Kujdes ato, definitivisht. apo 5 ka Ja kushtua? qëllove. Juventusi o klubi madh. Shumë e kanë ashtu nga të zemrës Barcelonin, Andini dhe dy djemë, kështu që influenca Kallzona që ashtu bu Andini? Ku është? Andini është në shpe, tash 2 vjetë. S'po mendoj tash. Po i rritë fëmit. Okej. Kështu që po merret në fakt me fëmi, me të madhin me futboll, me të voglin me aktrim, është i përkushtum rreth tyre. Qysh shkon aktrimi djalit vogël, e ke Mirë njoftu shumë. besoj që Po. nuk është shumë profesion perspektiv, edhe duhet me pas. E ka njoftu Andini, mirë po, e ka marrë me entuziazëm, po shpresojmë që kanë me ndryshu. Njoni prej misafirëve që do të aftojmë pas pak është me Barcelonën, kështu që kujdes. Fec po flas. Ma shumë se koritëm. Allah i leqush po kaloni me Kadrin. U knaqëm. Për një me... Mirë shumë. Pak marketing edhe këthejme me misafir të radhës. Mirë, u rikëthim studio. Arbanën do të kemi akoma këtu, po do të begatojmë emisionin me 2 misafir fantastik. Janë 2 djelmosha perfekt. Djelmosha që më bashkë se i kanë do të kalume, po nejse. Njoni është klarinetist dhe këngëtar i mrekullueshëm. Tjetri është balerin dhe klarinetist po ashtu i mrekullueshëm. Kam kënaqësi që para jush të ftoj Faton Isufin dhe Sinan Kajtazin. Ne ja derema. Barcelona diçka. Une. Po, Fatoni. Barcelona. Dytë me Barcelonën, për Sinanin nuk e kom ditë. Dytë me Barcelonën. Qeni njëri që ku ka kondër. Po. Jo, këta i kanë mrana, dikon veç që kanë ditë që kanë me dalë sonë të televizion edhe jem pregadit pak. Me numër të mesit. Myra ma mirë serdhet, kënaci me ju pa studio. Sinan si e, qa po bën? Urime për çmimin aktori baletit, balerini i vitit. A është kështu? U pështil dhe qysh, po edhim që je ke marrë një çmim shumë transishëm, apo? Faktor çmimi i parë që e ku marrë. Çmimi i parë në karrierë, okej, super. Vjen në një moshë interesant, kur njëri është afër kulmit, je 32-3 vjetë, si e ma shumë, apo? Unë jam 30 vjeçar. 30 të rafsht, ka dalë treshi, apo? Po, që 16 vite Mirë. kërcej balet. Qysh që 16 vjetë je 30 vjeqar? Jo, që 16 vjetë jam 40... Mirë, normal që meriton këtë çmimesh, e kemi një foto Sinani Nair. Si Air Jordan, nëse ban shojmë kjo është. A jeti Nair, apo? Po, nëse moj man mirë, po kur jem konë ma i ri. Kur je kon ma i ri. Shumë benalt. E rrit kamera. Po jo se rrit kamera, unë e dhja s'ken, këtu një animetë dhe gjysë prej toke. Apo? Po, kjo është prej shfaqjes Don Quixote, shfaqje klasike. Para sa vite? Në vitin 2012 është realizuar. Arbana, me kyçin tonë në politika, ki me menu me rritë bugjetin për kulturë? Marë parasysh që je në gazetari, moti... Jo marë parasysh që je në gazetari, po për shkak të familjes, Vjerit, Andinit, dhe artit. Po edhe do duhe edhe për shkak të rëndësisë. Normalisht e di rëndësin duke qenë se familjarë të mi janë pjesë artit dhe kulturës, kështu që ka qenë e dhimbshme kur ko marrë reagime se mos oriento artje në aktrim se s'ka me mujtë me mbjetu. Kur ishe ata njerëz ma shumë pasion që punojnë, kështu që definitivisht duhet me u kyç edhe në këtë sektor. Mirë. Faton, ne ja derim? Jo, në më me të tregu vetëm për projektin e ri. Po, deshta me të vetë, për aderim të pyta njerë për gjizmo. A ki plana jo? Për aderim jo. Mirë se tash është... Unë jam mirë. Mercato. Me gjëse popularitetin e këti transferi, po problem me mri dikush. Kur më stu jo. Po, adin... Jo, në bashkë për momentin, nuk e dihet. Mirë. Momentin jo.
Nejse, s'po tregojmë që vjen nga je pinjoll i familjes së Idris Seferit, mbjamëriot natyror është Seferi, po më nëjë trashëguar, po i Sufi e keni bo diçka në i babgjësha diçka, garant. Është baba Idrisit. Baba Idrisit i Sufi është qujtë. Qaj bjen ti me pas Idris Seferin? Do më thonë Stërgjësh. Stërgjësh. Ko je faton, bre, mirë. Projekti jot i fundit quhet Qka? Apo? Për deri sa ti fletë, sigurisht Arjani na lëshon pak klipin, se mu ke mundësi rapendoj me ekranin se këtu bëjmë rekulli. Tregona pak për këtë projekt. Konga normal është bon nga produksioni i Heki, më thonë këngëtautori dhe këngëtari i milionit Kuran Krastiqi, ndërsa me gitar dhe dy instrumente tjera me tela Astrid Stafa. Tekstin e ka bo Filoreta Raci, e quajnë Fifi, jo e Fifi. Po, jo së është e Fifi, ja. Edhe videoklipin e ka bo Book Production, njëri momentin nga Gjilani. Bukur shumë. Edhe, a u prit mirë klipi? Mirë është për momentin, për 3 dit, sa është dalë, është mirë ka pritët. E isha dhe komentet e njerëzve. Flasin mirë? Mirë deri tash mirë. Bukur shumë. Sonte kemi na knu diçka tjetër, sepse këngën halas ka arrit me ushtru mirë, që është mora vesh. Kështu që, po fillojmë pak me pjesën muzikore. Po, s'kena për ty. Faleminderit shumë. Të soli një ere kënç me vere, si kur në ëndër vitat shkuan me ty, e mua djeli nuk më ngroj, prej se shkove ty. As bredhim rrugve po shtelat, hija jote më djek pas, tani asgjë s'o me sy, e vetmja në bot më ishe ti. Më the fjalë që zemrën thyjem, unë qaj mundohem, tregom s'të duhem. Ti dashko në rrug pa këthim, mënen mua se do të gjesh më ty. Ti dashko në rrug pa këthim, mënen mua se do të gjesh më ty. Por kujtimet nuk më ndahen, ftyra jote kur më kujtohen, yjet nga lotët ku nuk lahen, mendja ime kur s'largohen. Më the fjalë që zemrën thyjem, unë qaj mundohem, tregom s'të duhem. Ti dashko
në rrugë pa kthim. Mëne mua se do të gjesh për tim. Ti ta shkon në rrugë pa kthim. Mëne mua se do të gjesh për tim. Falënderit Fatonit edhe bendit Radio Televizionit Kosovës që kemi, janë fantastik, ndonë se 20 kg më pak, po ka dale, më rrimë, së është keq. Sinan, për që je balerin shumë i njohur dhe i adhuruar dhe i shpërblyer, i vlerësuar, e tjera, sinqerisht, unë e di me qfar mundi e boni tonat punë. Klarinetin ka, a është pjesë e punës, je dhe klarinetist, apo? Jo, në fakt me muzikë kam fillu 7 vjeqarë, ku kam qenë fillimisht kam fillu me fizarmonik. E kom pasë në shpe, deri sa ma kanë demolu në luft. Dhe thot ma kalon vlaj, cili ka Fatoni, cili ka emigru në Zvicër, dhe që atëherë kam fillu me muzikë. Dhe thot, kurse me ardhin në Prishtinë vitin 2001, kam regjistruar edhe shkollën e muzikës dhe baletin. Do thot, sepse baleti ka qenë dege në shkollën e mesmet muzikës, edhe pre vitit parë të shkollës mesmet muzikës kam kalu në klarinet. Këtë vetë me nëzij kam përfundu studimet në Akademinë e Muzikës, sepse sigurisht angazhimi me baletin e Kosovës, ti besoj e din, je ma shpesh ka teatri, e shë që prova kem përveç ditëve të javës edhe gjatë vikendit, kështu që... Ju e keni edhe një drejtor shumë pasionant, një njëri që pa cilin trupa e baletit, është Ahmet Brahima, është kështu. Nesër e keni një premier, apo? Për çfarë premier e bëhet fjallë? Në fakt është këtu në emision edhe prej provës generale. Është një shfaqje klasike, La Fil Margarde, me cilin që kemi punu me një koreografe ruse, e cila jeton në Francë. Është një balet klasik. Ajo u ardhë vetëm për këtë shfaqje, nuk është dore zgjatu me ndonjë shërbimi apo diçka. Deri tash nuk i di. Nesër e kemi premierën, do thotë shpresojmë që kemi me kalu mirë. Besoj që kemi kalu mirë, sepse është një shfaqje e lezetshme. Mirë, Arbana ka pas një raport interesant me Turqin edhe me Erdoganin, ka shkru shumë. Në ndërkohë Sinani ka me na lujt një pjesë që është vjen nga një kang shumë e njohur që i kushtohet betejës së Çanakkale's. Është vetëm si instrumentale turqisht s'kanta, mos u tut. Hajde, apo të shojmë skenë paka, bon Sinan. Falënderit shumë.
Bravo, Sinan! Këshire, e nesët me një lule dhe e vazhduat me cana kalan. Ti në gute pak se deshta me ta shpjegu. Më falë, kështu që tash e sqaruam këtë farë. Për ndryshe, cana kala është një betejë shumë e njohur, ku e ndra shumë shqiptar, kanë qenë ato vitet shtira, kur shqiptarët vraheshin gjithandej, për jo për shqiptarin. Po. Tash dikur unë mledhe men, po më duket, apo. Mirë, ka një pyetje që po përsëritet disa herë, njëri prej tyre është Zeneli, po thot, pse Albana e urrejnë fenë islame kaq shumë? Unë sa e di që nuk e urrejnë fenë islame, bile dhe fëmijët i ke bo synet. Ke pas një banket shumë të madhë në Gjakov, a është qështu? E urrejnë, a se urrejnë? Nuk e urrej, unë mere me grupe ekstremiste dhe kam e vazhdu me umarë, që ma shumë se që i kanë bo dom islamit, ata si kanë bo askuj tjetër. Unë kam me që imam tradicional, cilët më kanë dimu shumë prej viti 2012, të mere me këtë temë, kështu që ne duhet me luftu për një shtet sekular, pro-evropian, i barabart për gjithë qytetarët e Kosovës. Okej, super. A ju dhim ti djemve? Nuk e ti. A ke me anesteziona? Me anestezion. Me anestezion. Se ka njerës këtu që e majnë mene edhe kohën e berberit. Berberi ta kanë zirë dhamin, ka bo synet, ka lat, ka krej komplet. Mirë. Oho, u knaqëm. Mirë. Faton, je dhe një far aktori, ke lujte o Samir. Po. Je në disa epizoda. U bënë një 5, po. 5, a din so aktori si ka 5 epizoda një seriali. Po mirë dhe sidomos të 2 serialet e fundit. Edhe pishikoj shumë shpesh se kanë dalë diçka jashtëzakonisht mirë. Edhe po më thojnë, po aktron mirë, po me thoni kam shok të djemët edhe nuk e kam problem pa komunikimin. Bash. Sinan, po du me të vetë për helanket e bardha. A një është rahat në to? Po. A? Po. A ka një numër për mu? Ato janë kështu stres, dhe më thonë, Po, do më besoj thonë, që stres. gjemë diçka. Ka stres që bëjnë. e manë, po nejse. Jo, në fakt, po du me... Po du me të pyta e në të neveritshme, për një me kështu... Jo, ka një arsye pse ato në për baletin klasike i veshin balerin, sepse gjitha ta koreograf sigurisht që i kanë kriju baletet e mdhaja, kanë dash që vijat e trupit me u pa mënyrën ma të mirë të mundshme. Edhe ma mirë se diçka në rrobat në ngushta do të thotë lëvizjet nuk kanë mundësi me u pa nëse vesh. Këtë ndërtim që e ki, se kur u përshëndetëm në fillim, dyqysh të ima dhe dore normalisht, në ta qita këtu të kogja një farë tricepsi, bicepsi. Kogja katonar, kështu janë. Jo, po menoj, jo, ajo ke shumë normale, po du me thonë që a është e kriju me vetëm prej ushtrimeve në balet, apo ti shkon edhe bon fitness e senet? Jo, rrallë kam shku në fitness, dhe thotë. Kryesisht është prej ushtrime të vetëm prej ushtrimeve në balet. Baleti është art fizik, sigurisht. Po, natyrisht. Sa qikin e kom qumë për... Po, a kine i partnere cilën kishe thonë një breq gjeroncu në qëjtë e nalta, diska? A kryesisht jënë fit krejt? Nuk kanë do, ja. Mirë. Faton, apo na dele dhe njerë në skenë? Hajde. Dashurin time do të kujtoj Kur të kohemi në atë bot Pagë një shtra dhe palot dhe palot Moj mi kesha ime par Dashurin time do të kujtosh Kur të kohemi në atë bot Pagë një shtra dhe palot dhe palot Jamaj që dua të jem Kështu linda me do të vdes dhe do të vdes Jamaj që dua të jem Kështu linda me do të vdes dhe do të vdes
dashurin time do ta kujtosh, mos me do se do t'kem frik, nga takimi në amshim në amshim, shumë kërkova unë nga ti, dashurin time do ta kujtosh, mos me do se do t'kem frik, nga takimi në amshim, jamaj, që dua të jem, kështu linda dhe do t'vdes, dhe do t'vdes, jamaj, që dua të jem, kështu linda dhe do t'vdes, dhe do t'vdes, jamaj, që dua të jem, kështu linda dhe do t'vdes, dhe do t'vdes, jamaj, që dua të jem, kështu linda dhe do t'vdes, dhe do t'vdes. Bukur shumë! Falënderit Faton Isufi! Faton Isufi o nipi të original! Mirë shumë! Me që sot keni ditë këgja interesant politike, jashtëzakonisht interesant. Kallëzom, e nderuara zonja Gjara, si antare Partisë Demokratike të Kosovës, a keni vijat kuqe për koalicion dhe me kon? Pse po më vetë mu sa hyna, lem për pak. Po testojmë 24 orëshin e parë. Po varet tash kanë me paraqitë se cilat pranë programet, dhe sa ka me pas pajtim për njëna tjetrën, kështu që... Dhe do të lexohen plan programet nga votuesi, me siguri me përkushtim. Nuk e dija do të lexohen, po definitivisht votuesi ka me kërku diçka tre, kështu që ne kemi më ofru treja. Bukur shumë. Fillim i ri, hashtag. Bukur. Derisa labi punon diçka atje, laba e lodh loshk, qysh po të shkon puna? Mirë. Se u morëm vesh me labin fillim, pe bojmë spontanisht kur sumë shekër kërkosh dhe bash krejt panqit dole me punu diçka. Sinan, ke thonë që projekti për ndërtimin e shtëpisë operës dhe baletit duhet shpallët projekt i rëndësisë nacionale. Apo mendon që kjo po ndodhë? Jo, nuk ka ndodhër i tash, fatkeqësisht, jo po mendoj që duhet më shpallë. Nuk kemi vetë një vend në Evropë që kemi regjim viza, po ashtu i vetë një vend në Evropë, dhe i vetë një kryeqytet në Evropë që nuk i ka një teatr baletit të operës. As një salë të madhe, e cila të bën me... Këshire, duhet një u interpretu këtyne që mujnë mi majtë konventat aty, edhe vëzë. Jo, nëse mi më shtu diçka, në shëntrimin në Nën Tereze, sa ishim, dhe pat një koncert në një katedrale, Filharmonia Kosovës, ka qenë briljant. Kështu që kur kom dëgju për pagat që kanë, me të vërtet e dhimshme. Po jepe rrugës edhe ne i premtim leta handre. Kështu që... Unë e kom thonë edhe dje, edhe sinqerisht kom u marrë edhe me tema, nuk mundësh mo votusit me i thonë kom e shtru rrugë dhe kanalizim. Kështu që duhet me ndru diskursi edhe premtimet. Si vjetë kemi me pas votus 3, edhe duhet me pas parasysh që është edhe mentaliteti ri. Kështu që është, problemi kryesor janë, kom thonë edhe ekstremizmi, rritet gjithë llojet e ekstremizmave, prej izolimit edhe prej mungesës të vendeve të punës. Momentalisht a ki vizë? Po, kam vizë, vetëm unë, fëmijët e mi s'kan vizë, Andini nuk ka vizë. Kështu që edhe në pozitën e kryeredaktores është dashur të mbledh një numër të madh të dokumentacioneve për me mujt me marrë vizë. Kështu që është frustruese me pa të prit të ato hekrat e... Kështu që sinqerisht na kanë ba me unë qytetar të dorës e dytë. 2, 3 të poshtë. Numrin e kitë njëjtë telefonit edhe tash, po menoj nuk i me ndru diçka. Kom i ndru numrin, kështu që... Tash jenë PDK, e merë në një me 6 numrat njëjtë. Nuk është ta, sa problem. Bukur, Faton, je shumë aktiv në përmbramje, ki mbramje regullisht. Po. Ku mund të njerëzit me të parë nëse do në dikush zërin të në bukull për pak të trash? Kalzom, ku mundet një qytetar, një fans? Në Prishtinë,
3-4 lokalet që në Kozhamat. Rregullisht, mirë. Në Gjilan gjithashtu, Mitrovic. Pra në gjithë Kosovën. Po, në gjithë Kosovën, edhe diaspora, Me normal. që ti edhe je boj njohur si klarinetist, para se me qeni njohur si këngëtar, po du krejt ka fundi, edhe pse kemi kalu pak prej terminit tonë të rregullt, me na luj diçka me klarinet. Me shumë knatësi. E kemi mikrofonin që atu hiq mos livrit prej venit. Po. Po. Faleminderit shumë. Labin e falemderojmë shumë. është Po. Faleminderit. Laba, do në mullë që du të unë e loqë pak? Që? Hani, tanën, mirë. Faleminderit. Bukur shumë. Vish pak, që po në lunë, ka dalë. O thash ta bëj pa... Po, befasi. Befasi. Hajde, okej, befasi po shkojmë. U kry. Falenderit Faton. Mirë. Shikuesit po ju përshëndesin, po e urojnë Arbanën, po e kritikojnë Arbanën, e tjera, ka, do më thonë, 50-50 janë senet, kështu që so kesh 50% është mirë me dalla, edhe plus kvota e gjinore është, di kam dukut me 27 vota, mundet më bo... Se fitu s'kemi medalj, kështë që... Okej. Brikena Ceraja Beka për përshëndet Sinan Kajtazin, po thot, për nipin, të paska dhe nip, po ju shkruin, po ju përshëndesin. Jakub Ceraja. Mirë shumë. Një shikues joni veton e ka emrin, po e pyet Arbanën, pyetje interesant, a ka qit Havell sonte se është natë e madhe? Jo, se ka ardhë në emision, s'ka pas kohë. Mirë, e tjera, falemderit shumë. Ne, dhe fundit, Albi po thot, ama mirë këty, anë Gjakov. Edhe këty edhe në Gjakov. Bukur shumë. Pata knaci që e ndam një mbrëmje së bashku, falemderit shumë Sinan, Faton, Arbana. Ishte knaci, suksese në punët e juja. Ne po e krymë këtë mbrëmje duke falenderu bendin, publikun, ekipin, gjithve që jemi të hanën, ju duam!